Një javë para zgjedhjeve lokale, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka premtuar serbëve të Kosovës vende të reja pune në sektorin e shëndetësisë që funksionon si sistem paralel. Në një emision në kanalin proqeveritar Pink, Vučići tha se do t'i hap 400 vende të reja pune si përkrahje për serbët e Kosovës. E dua t'ja kumtoj serbëve të Kosovës se do të jemi me ta. Jap si mesazh kryesor se që nga sonte do t'i hapim 400 vende të reja pune në strukturat e shëndetësisë. Këto janë 400 familje dhe kjo është shumë për Kosovën me to hi dhe këtë do ta bëjmë në 10 ditët e ardhshme. Intervistën Vučići e dha 2 ditë pasi këshilltari i tij, ish kryeministri Miloš Vučević, shprehu përkrahje për listën serbe, duke thënë se ajo është e vetmja listë që i mbron serbët në Kosovë. Ndaj paralajmërimit të Vučićit ka reaguar një kandidat për kryetar të Shtërpcës. Kështu nuk punësohet as për punë krahu, e lere më në kujdesin shëndetësor, ku përgjegjësia dhe ekspertiza janë thelbësore. Lind pyetja, a mos nuk po qëndron më e fortë në terren lista serbe, e duket që është e nevojshme të përdoren përsëri metodat e vjetra të mashtrimit dhe premtimeve të rreme, siç ishte rasti me historinë e ndihmës për 20.000 dinarësh. Ndërkohë qytetarët serb në veri të vendit hezitojnë të flasin për pritshmëritë e tyre për zgjedhjet e 12 tetorit. Por një që ka folur për kohën pret ndryshim siç tha ai për të mirë. E po si të gjithë që të bëhet më mirë, e se a do të jetë apo jo, të shpresojmë se do të bëhet më mirë. Banori Darko Milentijević tha se nuk ka dëgjuar për premtimin e Vučićit për 400 vende të reja pune për serbët në sistemin shëndetësor. Por komunat veriore kanë ndryshuar shumë që kur Serbia u pati bërë thirrje serbëve t'i bojkotojnë zgjedhjet lokale më 2023. 2 vjetët e fundit shumë gjëra kanë ndryshuar në peizazhin e sheshit të Mitrovicës së Veriut. Në 4 komunat në veri janë hapur zyrat katastrale komunale, zyrat e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, zyrat pensionale dhe zyrat e punësimit, pikat e postës dhe është shtrirë infrastruktura e shërbimeve përcjellësie të regjistrimit civil. Po ashtu janë hapur zyrat e Inspektoriatit të Punës në Mitrovicë të Veriut dhe në Zveçan. Nga 1 janari viti 2024 deri më 30 qershor 2025, në 4 komunat veriore janë regjistruar mbi 450 biznese të reja. Banori Milentijević thotë se nuk ka dëgjuar për këto shërbime të institucioneve të Kosovës, tek thekson se shkon në Serbi për t'i kryer ato.